Vllaznia mori një fitore të rëndësishme në shtëpi përballë Vorës për të shlyer deri diku gabimin e javës së kaluar në kampionat kundër Teutës. Sfida e luajtur në Loro Boriqi u zhbllokua nga Bekim Balaj në minutën e 28. Sulmuesi përktheu në gol një 11 metër shtakur duar në favorin e vllaznisë. Në fillimin e pjesës së dytë, goli i Murataj me kokë vendosi një herë mirë fatin e këtij takimi. Por të dy ekipet u krijuan dhe shpërdoruan raste të shumta në një ndeshje argëtuese me situata që zhvendoseshin sa në një port në tjetrën. Vora kishte një ekip simpatik, një ekip që lët shpejt, sidomos tradicionin pozitive ka shumë të mirë. Na vuni disa vështirësi, i komplimentoj për lojën që i bonin, gjithsesi për ne ishte një të rëndësishme pikë që i morme. Normalisht ka gjona mu rregullu sot dush, po fitoria 3 pikë janë ata që vlen. Normalisht një ndeshje që unë e pritësha me thonë drejten edhe më të vështirë se sa nolli, isha i qetë gjatë gjithë kohës. Shënum golin e parë, shënum dytin, e që më shqetëson me theksova pak më përpara është egoizmi që disa lojtarë kanë për raportet, nuk pasojnë topin shokun, duhet jena më kavaljerë, duhet mbyllim ndeshjen më shpejt, sepse jo çdo ndeshje të qëllon që të kesh shumë raste dhe të shënosh edhe për vetë. Këtë duhet ta rregullojmë me patjetër, duhet kuptojmë që jemi për një objektiv dhe golat nuk ka rëndësi kush i shënon një apo tjetër, rëndësi ka fitoria. Pavarësisht se sot u vetkënaqem, por thash, e rëndësishme është fitoria. Në çdo ndeshje udhëtojmë për të marrë maksimumin ton për fitore, për barazim, nuk duhet të dalim pa gjë. E dinim që vinim në Shkodër me një ekip që kishte performancën më të mirë në fillim të kampionatit, është një nga ekipet pretendente, ka futbollistë të mirë, por në fushën e lojës përveç 20 minuta që bënte diferencën vllaznia me gabimet tona, pastaj u kulibruam lojën dhe e pam vllaznin në sy pa frikë duke krijuar dhe ne ato rastet tona për shënim dhe sigurisht kur bën gabime në futboll i dhuron topin kundërshtarit, gjithmonë kundërshtari të dënon, jo më një si ekipi vllaznisë që ka pyka të forta dhe ka sulmin më të mirë në këtë moment. Edon Murataj, autori i golit të dytë që vullosi fitoren e vllaznisë në këtë sfidë, nuk ish fsheh emocionet e këtij rezultati dhe të shënuarit. E di edhe vetë që kam pas raste me bo golin, po erdhi sot edhe jam i lumtur për golin normalisht, po ma shumë i lumtur jam për 3 pikësh, edhe që kena marrë 0 në Europa. Edhe jam shumë i lumtur për këtë fitore. Normal, jam shumë i lumtur për këtë trofe, po si kam thonë që parë, për ekipin jam ma i lumtur që kena boj i lojt mirë, kena pas i kundërshtar të fort, po e fitutëm edhe e krytëm punën. Vllaznia me këtë 3 pikë shënditet në vendin e dytë me 10 pikë, ndërsa Vora në vendin e 5 me 7 pikë.